Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemi lajmin e radhës, lajmin e hidhur, lajmi I cili vazhdimisht të gjithë neve na pengon, na shqetëson, na çrhaton. Lajmi për mbi 50 fëmijë të vrarë, 15.000 fëmijë të vrarë. Secili fëmijë ka emër, ka mbi emër. Secili fëmijë ka pas ëndrat e veta, planet e veta, dëshirat e veta. Fëmijë në fillimin e jetës së tyre, ata janë vrarë, ata janë masakru, ata janë coptu. Edhe bota hala shikon, hala nuk ndërmerr gjë, hala bisedohet, hala ka shtete që japin armatim, hala ka shtete që pengojnë burgosin e kriminalëve të luftës, atyre që kanë urdhëruar këtë luftë, ata që urdhënojnë këto granatime, ata që urdhënojnë këto bombardime. Para mendoni, 15.000 fëmijë të vranë, coptuar, fëmijë të njom, trupi I tyre I vogël, mishi I tyre I butë, eshtat e tyre të buta, I kanë bërë copa, I kanë grimcu, I kanë masakru, I kanë shkatru. Edhe ata flasin për demokraci, për civilizim, për qytetërim, për përparim, edhe ka gazetarë që dalin dhe I mbrojnë shqiptar, edhe u dalin krah dhe thëjnë se ata janë dikushi, të janë barbarët e shekullit 21. Janë masakruesit, janë genocidialët, janë njerëzit që s'kan kokër mshira, madje janë të kundërshtuar edhe nga vetë populli I vetë, edhe nga politikanët e vendit, se kjo që janë duke bëu është shkatërim jo vetëm për palestinezët, por edhe për ta. Dhe normalisht kjo ka me vazhdu kështu. 15.000 fëmijë të vranë dhe 21.000 të zhdukur. Po, në për gërmadha, në për varre masive, ndoshta janë zhduk, ndoshta janë kidnapu, askush nuk e din. 15.000 të vranë me emër dhe mbi emër, me statistikë konkrete dhe 21.000 të zhdukur. E kuptoni, 36.000 fëmijë, kjo është minimumi, se numri është vazhdimisht duke u rritë. Andaj, jo rastisht na vazhdimisht dalin para jush me këto informata me ju tregu, me vazhdu me fol për Palestinën, unë edhe ti, edhe me tregu se ajo që ndodh atje është shmenduri. Nuk ka lidhje as me luftë, nuk ka lidhje as me politikë, nuk ka lidhje as me rregullat të ushtrisë. Ato janë masakre, janë genocide, janë shkatërime, të cilët krejt botës do I kthehen bumerang. Nëse bota hesht, nëse bota pajtohet me atë që ndodh, nëse bota u ndihmon atyre me armatim, po ka shtete që u ndihmojnë. Si kanë me dalë para Zotit, si kanë me dalë para historisë, me çfarë fytyre, ani se kanë makineri mediatike që mundohen të relativizojnë çdo gjë dhe mundohen të dalin ata si të pafajshëm. Po historia s'ka më fal, a më e madhe te Zoti kanë mundë shku të gjithë pa përjashtim. Allah I shkatroft agresorët, Allah I shkatroft zullëmqarët, Allahu I bëf pikë 5 ata ushtar masakrues, I çment ata gjithë, sikur se janë duke u çment. Se me mija ushtar të tyre janë duke u shku në për psikiatri për pasojave që kanë për shkak zullumit që e bëjnë. Edhe gjithë ushtri zullumqare kështu ka ndodhur me të dhe ka me ndodhur deri në ditën e gjykimit. Se vrasja e njerëzve të pafajshëm është një borxh që e kanë ata dhe atë borxh kanë me la dhe këtë botë e mos flasin për atë që kanë me ndodhur me ta kur dalin para Allahut xhallah. Andaj vazhdojmë me këto lajme, megjithse janë shqetësuese, megjithse janë të dhimbshme, po patjetër kemi të flasim që të kuptojmë se ajo që ndodh atje është shumë e madhe, shumë e rëndë, shumë e dhimbshme, dhe se nëse na heshtim, nëse na nuk flasim, nëse na nuk rreshtohemi me viktimat, me të pafajshmit, edhe neve ka me na gjiku historia dhe neve ka me na dënu madhënia e tij Zoti dhul xhelal. Domthon 15.000 fëmijë të vranë, 21.000 të zhdukur, 60.000 beba në barkun e nanave tyre të rrezikohen që të vdesin para se me lind, apo të lindin me deformime për shkak të bombave dhe granatimeve. Kjo është ajo që ndodh, domethënë na kemi fol për atë që ndodh pleqve, atë që ndodh grave. Sot flasim atë që ndodh fëmijëve, kemi përmendur më herët dhe do flasim vazhdimisht. Do të 15.000 fëmijë të vranë me emra me emër, 21.000 zhdukur dhe 60.000 beba rrezikohen që të vdesin në barkun në natyrë, të mos lindin të gjalla, apo të deformohen për shkak të granatave dhe bombave të ndryshme që hudh ushtria izraelite, të cilat bomba dhe granata I merr prej shteteve
në thojza të përparuara, civilizuara, demokratike, që u ndihmojnë pa rezervë atyre. Kështu që të përhapim këto informata, të përhapim këto lajme dhe të bëjmë dua që Allah i Madhëshëm të shkatërron agresorët zullumqtar dhe të shpëton të pafajshmin nga kjo luftë e çmendur që bën kjo ushtri izraelite në drejt popullit pafajshëm palestines në Gaza. Allah i shkatërron zullumqtarët, Allah i shpëton besimtarët, Zoti i shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullah.